Dy të mitur 15 dhe 16 vjeç përfunduan të proceduar penalisht nga specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi lënde e dyshuar kanabis që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu 16 vjeçari drejtonte pa leje drejtimi një motomjet që u sekuestrua si provë materiale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor nisën procedim në gjendje të lirë për 25 vjeçar, pasi me motomjetin që drejtonte pa leje drejtimi ka përplasur një 71 vjeçar që po lëvizte me biçikletë. Gjithashtu këta specialist referuan materialet në prokurori pasi në aksin rrugor Koplik Shkodër automjeti me drejtuese shtetasen LV u përplas me automjetin me drejtues shtetasin SZ. Pas kryerjes së veprimeve administrative, kjo shtetase dhe dy pasagjerët në automjet u dërguan në Spitalin Rajonal të Shkodrës për kontroll mjekësor. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi për një 55 vjeçar pasi ka kryer ndërtim pa leje. Për një tjetër shtetas me inicialet SP 35 vjeç banuese Kura Shtrejt pasi u kap nga forcat Shqiponia duke transportuar 11 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme, ku lënda drusore u sekuestrua si provë materiale. 53 vjeçari PZ për veprën penale të shpërdorimit të tokës pasi ka gërmuar në një sipërfaqe toke pranë banesës së tij. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve shpallën në kërkim një 24 vjeçar me inicialet PN banues në Shkodër pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj motrës së tij. Specialistët për hetimin e krimeve në Vallën e Dejes nisën procedim në gjendje të lirë për një 59 vjeçar për punim me ndërtimi pa leje. Të gjitha këto raste i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.